Mi mbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni, si çdo ditë që prisin në orën 6, dashur shqiptar, në Shqipëri, këto ditët e fundit të regjimit anti-shqiptar të 32 vjetëve, njerëzit kudo që ndodhen, në shtëpi, në për kafenet, në punë, vetëm flasin për çështjet e votimeve. Të dashur shqiptar, siç e kam thënë gjithmonë, nuk ka votime, po ka arrestime. E 2 ditë janë, 2-3 ditë. Cila është arsyeja që s'ka zgjedhje? Për 32 vjet ta i kanë bërë zgjedhje sipas qefit, sipas dëshirës të tyre. Paguajnë njerëzit, u marrën para atyre nga taksat, nga pensionet, nga gjobat që u vënë. Nuk janë gjobat vetëm për dyqane apo në për tregtit, po gjobat më të hidhura janë në për shtëpitë, në për pensionistave. Nëse një pensionist ka udisur një dritë, o ka udis Ballkan, o ka vënë një dritare, ai ka gjobë. Kanë arritur të dashur bashkëdhetar shqiptar, ju e dini vetë, kanë arritur, kanë marrë dhe një pulë. Dikujt i kanë mbajtur në Cerrik dhe i thanë, duam 1.000 lekë, s'kemi, na jep këto 2 pula. Aty kanë arritur. Janë kriminal. Dashur shqiptar, nuk janë 38 ca kallëzime, po janë 48 kallëzime që kanë dhënë para me qindra dhe me mijëra dollar. Unë ju kam thënë gjithmonë që nuk ka zgjedhje, po ka arrestime. Ditën e premte, ne deklarojmë publikisht dhe zyrtarisht për hir të kombit, deklarojmë qeverinë teknike. Do të thotë ministrat që do të jenë për ju, për kombi shqiptar, që do të jenë njerëzit më intelektual që ka Shqipëria. Ekonomist, inxhinier, në të gjithë kategoritë, bujqësi. Ta ministra, për shembull që nga bujqësia, bujku do t'i japi çfarë atij t'i duhet, me kohën e sotshme, me makineritë e duhura, do t'i japi parën e duhur, do t'i japi ujin e duhur, makinerinë, do t'i japi ndihmë bujqëve, në blegtori që Shqipëria të prodhojë. Të prodhojë çdo gjë. Dashur shqiptar, ju vërtet keni 30 e ca vjet që vuani. Mua po më vinë të shumtit nga jashtë detit tonë, nga Italia, nga Gjermania, nga Franca, sot pata 3-4 veta nga Amerika. Po vinë sepse duan Shqipërinë. Toka jonë është më ëmbël nga gjithë tokat e botës. Është më ëmbël sepse është larë me gjak të dashur shqiptar, me shekuj. Ja vranë njerëzit. 46 vjet me regjimin bolshevik, 32 vjet me ignorantët, me alfabetët, me rrugaçët që janë në qeveri. Një qeveritar e marrën nga rruga me atletet të grisura, gëdhjet në mëngjes ministër, apo deputet, mbas një jave ka një vilë. Kurse shqiptari nuk ka ujë të pi, edhe ujin e ka ujë të keq që nuk pijet. Unë e kam parë Edi Ramën, po bën intervista disa ditë. Dhe bën disa pyetje dhe u përgjigjet po atyre gangsterëve, të quajtur gangster, me gjuhën shqiptare, pa të janë rrugaç. Atyre
o të pështysh fshien. Ata nuk janë burra. Ata vetëm bim propagandën e sërbëve, që marrën nga $20,000 në muajt të quajtur gazetar, o që punojnë në televizor, si Ylli, si Basha, si Sokoli, i gjithë këta që janë në për televizorët, si Eni Vasili, bim propagandën me vite me radhë. Po të dalë sot përsëri në gjyktarët. Ju e shihni vetë. Ai Qekani dhe ai Kandari që është aty në tërë botën. Si thonë të vjetrit, mos u merr me ujin se të mbyt, mos u merr me zjarrin se të djeg, mos u merr me qeverinë se të vret. Në Shqipëri nuk ka qeveri, dashur. Vret pensionistin, vret fukaran, 97% janë njerëz që s'kan fuqi. Fëmijët e tyre janë në përburgjet. Janë në përburgjet në Shqipëri. Ku s'ka burg në Shqipëri? S'ka brevaki do njëherë ka një burgje, Korç, Fier, Rokozhin, Shkodër, Durrës, kudo, Tiranë, që i quajnë atë 313. Janë mbushur me pensionistët, me fëmijët e tyre. Në për Evropë, burgjet në Itali, në Greqi, në Francë, në Ingilterë, dhe do të nxjerrëm të dashur shqiptar. Këta gjyktarë që janë sot, unë u thash dhe dije dhe përsërit sot. Gjyktar nuk u ngeli, maj, ko e nxehtë, do t'jetë shumë nxehtë për ju, do t'jetë flak, do t'jetë djegje për ju, sepse keni futur në burg njerëzit të papajshëm, kurse hajdutët, rrugaqërinë, ministrat, që në zvendës kryeministria, e ministrat me radhë, vjedhën, gjoja bën rrugët, bën tunelet, dashur shqiptar, sidomos tuneli që u bën në Vlorë. Pyesni veten, vërtet ka zënë diçka brenda i tuneli? Pra, dashur shqiptar, të premte ne do nxjerrëm të gjithë ministrat, 13 ministra. 13 intelektual për të udhëhequr Shqipërinë, për të bërë drejtësinë në Shqipëri, jo si sot. Ata do të jenë shërbëtorët e kombit. Do bëjnë sakrifica për të ndërtuar këtë Shqipëri. I vetmi shtet në botë që s'ka tren, s'ka travaj, s'ka rrugë. Ne po i shohim edhe rrugë dashur shqiptar, i coptojnë nga 2 metro, shkon 20, 30 metro, 100 metro, 2 metro kanë bërë një grop, gjoja e udisin. Dhe sidomos këto ditë, gjoja ne udisëm për çështjen e votime. Po çfarë votime ka më dashur shqiptar? A i shini si i marrën autobusët, Edi Rama me 20 autobus, 30-40 makina, i ngarkon, i paguan janë parat tuaja, gjaku juaj. Gjaku juaj prej 100 vjet, dikush mund të thotë, pse 100 vjet? 46 vjet me regjim komunist, 34 vjet me vjedhje. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, unë uftoj, qëllimi është hapur ky televizor për ju. Unë bi sakrifica e janë edhe ju të rinj. Bëni sakrifica për këtë kombin, për vendin e shqiponjave. Shqiponjat janë plakur. Zojtë e tyre janë të larguar. E kam fjalën në të rinjt, në përbot. Telefonët e mi janë 24 orë, bjen zilja.
zeri vjen nga larg, nga Gjermania, nga Franca, nga Kalifornia, duan dhe thonë, është e vërtet pilin që i do bëhet qeveri teknike edhe me president? Unë a them me plot gojë, po, do bëhet. Por do bëhet me ju, u them. Do bëhet me ju intelektual, që e doni kombin. Do bëhet me gazetarët e rinj, që dalën në publik. Ata janë gazetarë. Po jo me këta gazetarë që janë në për studio, si studio e Eni Vasilit, si studio e Hyllit, si studio e Sokolit. Këto studio janë studiot e dallavereve. Venë me makina me Mercedesa. Nga jetën parat. Ku jetën kostumet që i blenë nga $1.000, $2.000? Nga janë këto të ardhurat? Por erdhi fundit dashur shqiptar. Nuk kam thënë gjithë burgjet e Shqipërisë do hapen. Kush ka bërë krim, nëse ai bën një krim më të vogël dënohet dopjo. Do hapen për këta. Unë nuk e kam thënë 97% që në kotë, di çdo të thotë? 97% të shqiptarë do jenë të lumtur dhe 3% të dashur bashkëdhetar shqiptar do vënë në përburgje. Unë po e përsërit edhe një herë. Edi Rama, Sali Berisha. Ju dy persona do marrni përgjegjësi penale, kombëtare dhe private. Unë nuk kam thënë që të dyve. Dhe sidomos Edi Rama e ke marrë zarfin tim me vullë të rregull, ajo vullja që ke kërkuar. Dhe është në letër. Largohu sepse dosja jote është shumë e rëndë. Parat që keni fshehur në për tunelet dijen. Kudo që keni futur, jam të shqiptarëve. Largohuni nga zgjedhjet. Do të keni dosjen pak më të lehtë. Por ndryshe, ju thoni që keni imunitet. Imuniteti jot ka 2 vjet që ka ikur. Të dyve partive. Nuk po i ze ato satelitë e tyre, ato antenat e tyre, që bin ISO. Largoni sa më parë, sepse data 11 erdhi. Unë kam thënë që do bëjë qeverin më përpara, por ne jemi në shikim. Dashur shqiptar, mos u tremni. Ju shihni kamioneta ushtarake. Po, janë. Janë, u ruajnë ju. Ju ruajnë për mirë. Po është përhidhur për 3%. Për hajdutët po e vrasin shqiptarin. Po e vrasin në dashur që pret fëmijët. E njerë po e përsërit. Shkurt, qartë dhe troqë. Nuk ka zgjedhje, po ka burgime. Dhe burgime do hiqen zvarë. Ajo e Ilir Metës ishte e bukur, s'ua i zvarë. Nga porta e makinës dhe në makina tjetër. Do të shihni se si do hiqen zvarë këta, që kanë bërë këti kombi. Jeni përgatitur shkoni diku, në disa shtete. Jo, këtu në Shqipëri do vuani. Këtu do të shohin shqiptarët, ju. Do të shohin zvarë. Zvarë, do që ndodheni. Sepse, po e keni mërzitur popullin. E keni plakur të rinjt. Nuk u hipni rrogë, do që punojnë. Talleni, i bani 1 muaj, 2 muaj, dhe s'u hipni rrogë. Kurse parat tuaja i keni futur në për tunele, në për mure, dhe në pemët. Do i keni, ne i dim. Pra të dashur bashkëdhetar, ditën e premte, në orën 6:30, do t'jenë në publik
në lajmet do t'jenë ministrat e rinj që do zgjidhen për këtë komp. Mbas 3 muaj do t'jetë me qeveri, me president si në Amerikë, me 13 sekretar, do me thënë 13 ministër. Do jeni të lumtur të dashur shqiptar, të gjithë pasurit që janë mbi tokën e Shqiponjave, në tokën e Shqipërisë, në tokën kur ky flamuri që është këtu të dashur bashkëdhetar, që është kuqe zi, kjo Shqiponjë dy krenare e mësitur, ka 100 vjetë, që është në nxirr. Shikoj, është e kuqe nga gjaku, që nuk dihet ku i kanë trimat, ku i kanë koskat e tyre. A e di që ata dalën edhe thonë, o shqiptar, ngrehuni të bëjmë Shqipërinë. Nuk e kam fjalën për ngrehuni revolt, jo. E kam fjalën, ngrehuni të bëni Shqipërinë, e janë në tokën shqiptare, sepse në Evropë do ketë idhrime me ditë. Nuk digjen disa vende nga zjarri, po digjen nga ajri. Dashur shqiptar, e janë sa më parë në Shqipëri, të bëjmë Shqipërinë, të dashur nëna, vëllezër, motra, babalar, të rinj 18 vjeçar, mos shkoni në kutia, ajo është kutia e gjarpit, ajo është kutia e helmit, që ju nuk keni një telefon, kurse 3% fëmijët e tyre bredhen me makina, me xhame të zinj, vjen han drek, dark, në për lukset, në Romë, kudo, në Paris, me çdo vend, shkojnë, han drek e dark, kurse ju, lini me lot në sy, e bëni astekun, ujë, nga djersa, sepse si keni fëmijë. E janë pra të ngrem flamur lartë e më lartë. Dhe në krahun tjetër, tjetë flamuri Amerikan. Amerika është tonë dhe dashur shqiptar. 300 vjetë. Mira e mira vjetë. Pra do valojnë të dy flamurët. Lufta e tretë do bëhet shumë e hidhur. Ka filluar. Po jo në tokën e Shqiponjave, jo në Malzi, jo në Kosovën tonë, jo në Çamërinë tonë, jo në Maqedoninë tonë. Dashur shqiptar, shikoni të premten, e ne kemi serios, e janë sa më parë intelektual që na duhen përsëri, fëmijët tuaj. Dashur shqiptar, gjyqtarët, do bëjnë ligjin këto ditë, o përndryshe më mirë të vishen, ta heqin atë petkën e zezë që kanë vjedhur 32 vjetë, ata gjyqtarë, ata prokurorë, ata avokatë që kanë bërë pazare, burgu do t'jetë për ta. Natën e mirë të dashur bashkëdhetarë shqiptarë, miru pafshim nesër në orën 6, dhe të premten do t'i shihni ministrat me sytë tuaj. Natën e mirë, rrini të qetë, mos dilni nga dera dhe mos i dëgjoni këta. Natën e mirë.